Që të provojmë ato pjadina. Ato që të Dihon provojës nesër. Nuk I tjerë. Kishim no, që kishim. Jo, nesër mund të kisha boca kur Kishin rujt mirë. Me thënë, e dinim që të diskutojnë sa ajo e bëri gjë, por nuk dinim të dilim në këtë. Kush e bëri atë gjë? Për kënë e ki fjallën? Për Selinën. Pjesën e disrespektit. Për atë pjesën ku folona? Po, se ne kaq dinim që ajo ishte mërzitur. Kom diskutu me ta. Edhe me prapë, kom diskutu me Selinën edhe me Mirin. Ja kom shpjegu qysh unë e Nina. A I të kuptu qysh. Edhe kanë kuptu njerë. Po, që ti I kërkove dhe ndjes për këtë. Qëra, ti qysh unë I kërkova ndjes nëse pa Irit, kom brejk në sen familje. Unë që ato sen e si bëj. A I të kuptu. Po. Po tash, unë nuk shosja klipe. Unë nuk folja diçka që s'ken klipe. Unë thjesht tash se ta qa unë moralisht e kam për veti. Ako mujtë me thonë pak ma qetë, ako mujtë me thonë pak ma qetë, pak ma ndryshe, qështë të gryja, ako mujtë me thonë pak ma qetë, pak ma ndryshe, ku mujtë. Vishë me thonë mendimin që më për temë, nështë, e që e pak nështë ke teatrale, unë e tani zhimo, Gjëja lindi shkak pastaj. Sepse ajo goca gjatë gjithë këtyre ditëve vinë dhe më thëtë mua më ke disrespektuar, më flet për morale, më flet për ku di unë që më flet. Po, kom diskutu me ta njerë, janë shumë okej. Tjetër, kështu që mos koherenca asaj gotës solli që të dilte deri këtu gjëja. Nuk e di, ama e kom diskutu me ta dhe shumë... Dhe ishte mirë shikoni që si të shkoj gjëra im tu dhe kaq. Rëndësishme kesh për mu ke mu kuptu pjesa jam qatë. Që ke rëndësishme. Jo, mirë. Unë ta thash paka shumë. Që nuk ka qenë vetëm mendimi jot, por mund të ketë qenë mendimi I shumë të tjerëve çfarë thithë. Po çfarë që kjo kres që për shembull me e qartë, po shumë e qartë, okay. Madje I bën der atyre. No, mendoj unë. Do thosh ata faleminderit ty që e hape këtë si gjë që ne ta sqaronim. Nuk e di. Po që nisën që ka shumë e çuditshme që mu dasht pak ku me kuptu edhe vet. Mas u kry provimi, pse që bëre